Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Trump shem Budapestin, Putin ndez nuklearet në tokë, në det dhe në ajër dhe nis manovrat bërthamore për çdo të re. Çfarë na pret deri në fund të vitit? E gjithë Amerika zbret sërish në Izrael për të marrë vesh se çfarë do të ndodhë në Gaza. Bisedimet më të fundit atje për situatën jashtëzakonisht komplikuar. Zhvillime të mëdha janë duke ndodhur, të gjitha çfarë është duke u folur, çfarë është duke u diskutuar në kulisa, do t'i sjell për ju sonte edhe në fillim. Përpara se të flas, kam dëshirë shumë shkurt të bëj një sqarim të shkurtër për miq që flasin, vazhdojnë. Ka njerëz që nuk janë të lumtur nga kjo punë që po bëjmë, ka njerëz që nuk janë të shqetësuar nga kjo që po bëjmë, që nuk i pëlqen, sepse thjesht janë të mërzitur. I sqarojmë ata. Kush nuk do t'i dëgjoj këto biseda, shkon dhe dëgjon balet. Kush e ka zemrën e dobët, kush ndjen panik, kujt i rreh zemra shpejt, kush përjeton panik atak, shkon sheh valsin e Vjenës, shkon hap televizorin, sheh teatrin e kukullave, shko sheh Tomin dhe Xherrin, sheh filma në Netflix. Kjo është për të vetëdijsuar njerëzit dhe ky është një mision pas të cilit gjendet një dëshirë e pakontrolluar, dëshirë idealiste, e veshur me kaos dhe me dashuri për popullin tonë, që t'i njoftojnë për gjithçka është duke ndodhur, sepse jemi në një kaos të madh botëror dhe ne do t'i hapim sytë e njerëzve deri në fund. Faleminderit për mirëkuptimin. Kush ka zemrën e dobët, ose sheh valsin e Vjenës, ose sheh Tomin dhe Xherrin. Zhvillime të jashtëzakonshme të cilat na njoftojnë sipas ekspertëve botror, ne ja kemi treguar çdo ditë, na njoftojnë trajektoren e botës në këto javët e fundit që na kanë mbetur përpara fundit të këtij viti. Çfarë është duke ndodhur? Përse u shemb takimi i Budapestit, për cilin jemi duke ju folur prej ditësh. Ju kam njoftuar që gjithë bota i ka syt në Budapest. Washingtoni, Donald Trump e shembën Budapestin dhe e hodhën në erë. Çfarë fshihet në kulisa, çfarë fshihet nga ky vendim atje? Përse Donald Trump e anulloi takimin e Budapestit dhe përse ishte përgjigja e menjëhershme e Putinit me manovra nukleare në tokë, në ajër dhe në det? Përballja me Kinën nis dhe kalon në limitet e saj më të nxehta dhe një parashikim i fort tronditës nga Robert Kiyosaki. Ju gjithë e njihni autorin e librit Rich Dad dhe Poor Dad, babai i pasur dhe babai i varfër. Ai është një nga njerëzit tek cilët unë e kam hetuar dhe e kam lexuar me shumë kujdes, her pas here me rezerva, por nuk është i vetmi. U kam folur për drejtorin ekzekutiv të JP Morgan, shefin e bordit drejtues të JP Morgan, Jimmy Dimon. Ju kam folur për të tjerë, shefin, drejtorin e American Bank. Ju kam folur për të tjerë, për shefin e Federal Reservës amerikane. E gjithë bota është në tension. Çfarë duhet kuptojmë në këtë moment dhe si duhet të ruajmë ekuilibrin mendor, emocional dhe financiar, që është më i rëndësishmi në kuadër të këtij momenti dhe të gjithë matjes së elektrokardiogramës, në qoftë se do ta quajmë të planetit. Elektrokardiograma është ai aparat i cili vihet në trup dhe maten rrahjet e zemrës, a janë të rregullta, janë të çrregullta, pulsi, sa herë në minutë rreh zemra, sa herë rritet diagrama, ulet, a ulet dhe hapet, ulet dhe ngrihet në formë të rregullt apo të çrregullt. Kjo elektrokardiogram tregon shëndetin e zemrës në parim dhe më pas bëhen zhvillimet e tjera. Kjo që po bëjmë është një elektrokardiogram e botës politikisht, gjeopolitikisht dhe financiarisht, që të kuptojmë çfarë do të ndodhë me ne deri në fund të vitit, paktën, sepse mjegulla është shumë e madhe dhe është jashtëzakonisht e vështirë të kuptohet gjithçka. Unë ju falenderoj që keni mirësinë dhe na dëgjoni, ju falenderoj që keni mirësinë dhe na mbështesni, na inkurajoni me qindra komente. Unë ju jam mirënjohës,
nuk ju përgjigjem dot të gjithëve, është e pamundur, kam shumë dëshirë, e vlerësoj shumë atë që ju e thoni, fjalën e mirë që ju e thoni, kjo na inkurajon, është një lloj oksigjeni që na jep shpresë dhe na mbush me forcë që ne ta vazhdojmë këtë detyrë. Sigurisht nuk i pëlqejmë dot gjithë njerëzit, nuk i bëjmë dot gjithë njerëzit ta pëlqejnë, por për ata të cilët duan të kuptojnë dhe duan të hapin syt, e kanë drejtaren këtu, ndryshe nga shumë prej drejtarëve të tjera. Ne do bëjmë aq sa dim, aq sa mundemi me detyrën kryesore të informimit njerëzve dhe të vetëdijësimit të tyre. Fluturojmë menjëherë në pikën më të nxehtë të planetit që është vazhdon të jetë Gaza. E gjithë Amerika, i gjithë Washingtoni ka zbritur në Tel Aviv. Si që u thash 2 ditë më parë dhe dje dhe pardje ju kam thënë që niset Steve Witkoff me zvëndës presidentin J.D. Vance bashkë me Jared Kushner, të cilët janë duke quar atje përpara pikat e fundit dhe po ndjekin me kujdes çdo hap dhe çdo tentativë e cila ka për synim të hedhë në erë marrëveshjen e paqes në Gaza. Ju a kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris vazhdimisht. Marrëveshja e paqes në Gaza e vendosur nga Donald Trump në Sharm el-Sheikh ka rëndësi strategjike për lindjen e mesme dhe për mbar planetin. Ajo Gaza e vogël që shihni ju, ai Izraeli, ajo Palestina, ajo lindja e mesme e bën të gjithë botën çorat, sepse atje është Izraeli. Atje është pika më e madhe e gravitetit global të lobit më të fuqishëm në Amerikë, që është lobi izraelit. Dhe çfarë luhet në Izrael dhe në lindjen e mesme dikton ritmin e gjithë planetit. Trump është i vendosur për të shkuar në një përballje të madhe, kishte disa ëndra paralelisht. Ëndra e madhe, sepse Trump, duhet ta kemi parasysh, është duke luajtur edhe për Amerikën, edhe për Partinë Republikane, edhe për presidencën e tij, por është duke luajtur edhe për përjetësinë e tij. Ai don të përjetësoj emrin e tij, synonte çmimin Nobel për paqe, çmimi Nobel hiku këtë vit, rëshkiti nuk u bë gjë dhe po synon të mbaj lindjen e mesme nën kontroll. Pse? Sepse po duan t'ja hedhin erë. Kush po do t'ja hedh erë? Sigurisht Benjamin Netanyahu dhe ultranacionalistët e kabinetit të tij, cilët ai ka alat. Ndaj shumë pak ditë pas marrëveshjes së Sharm el-Sheikhut në Egjipt, e gjithë Amerika rizbret prapë në Tel Aviv. Tani që po flasim dhe gjatë ditës sotme dhe dje ka qenë J.D. Vance, Jared Kushner dhe Steve Witkoff, dhe menjëherë në 24 orët e ardhshme do të zbresë sërish sekretari amerikan Marco Rubio në të njëjtën kohë që e gjithë Amerika ka zbritur atje dhe Donald Trump po ndjek nga larg procesin e implementimit të orëve të para të paqes nëpërmjet një menaxhimi jashtëzakonisht kompleks që lëviz ndërmjet trupave ndërkombëtare që do të vinë, apo trupave arabe dhe ndërmjet rikthimit momental të Hamasit, të cilin Donald Trump duket sikur po e toleron dhe këtu gjen justifikimin e tij Netanyahu për të bërë dhe për të shkuar atje ku ai ka më shumë dëshirë, që është hedhja në erë e planit të paqes. Si është duke ndodhur kjo? Kjo është duke ndodhur kur, ndërkohë që Amerika ka zbrit e gjitha atje përveç Trumpit, dhe nesër vjen Marco Rubio, sekretari i shtetit, sot në Knesset, në parlamentin izraelit, është bërë gati projekt ligji për të aneksuar bregun perëndimor dhe për të nisur përgatitjen e infrastrukturës ligjore, një, aneksimi bregut perëndimor dhe shpallja e Izraelit një shtet të vetëm, nuk ka nevojë për shtet palestinez, nuk ka nevojë për zgjidhje me 2 shtete, këto janë pralla me mbret, thot Netanyahu, që nuk na duhen këto të gjitha. Sigurisht jemi në tensione të mëdha në Gaza për arsye të përplasjes, siç u thash, të Hamasit dhe grupimeve të tjera që janë në terren, grupime terroriste gjithashtu të Yasser Bushebab, i cili ka pas përkimet dhe përplasjet forta me Hamasin, dhe kjo është një arsye që shtyn Izraelin të thotë që ne nuk jemi
dakord me këtë dhe ne duam dritje shile nga Washingtoni që të rikthehemi në Gaza, sepse Izraeli në asnjë mënyrë, po edhe amerikanët, nuk do ta tolerojnë praninë e Hamasit. Dhe Hamasi në fakt e ka dhënë premtimin në parim, por është duke thënë që unë do menaxhoj aktualisht, gradualisht, derisa të rriqet Izraeli, ku tek vija e verdhë e vën me stilolapsin e presidentit amerikan Donald Trump. Çfarë po ndodh më konkretisht? Ju a thash Netanyahu është interesuar që ta hedhë në erë sepse e pret burgu dhe e pret një gjyq i madh atje. Nga ana tjetër është i detyruar dhe ka presion nga aleatët e Likudit, ultranacionalistët që ka brenda, për të shkuar drejt projektit një shteti vetëm, dhe këto prallat me 2 shtete, me 3 shtete, këto janë kot fare. Ndaj po çojnë tani, po e ngren stekën, duke përgatitur terrenin që të maksimalizojnë kërkesat e tyre në mënyrë që të kenë mundësi të bëjnë presion ndaj Donald Trumpit dhe të prishin lojën e tij, sepse të nxjerrësh këtë pikë duke patur parasysh se kjo do të hedhë në erë dhe do ta konfliktojë, do ta fusë në konflikt Donald Trumpin sërish me Katarin, me Turqinë, me Arabinë Saudite, me Emiratet Arabe, me të gjithë këta të cilët ndërmjetësuan dhe të cilët kishin garanci nga Donald Trumpi se do të shkojmë drejt kësaj formule. Në fakt, Donald Trumpi ka luajtur me shumë kujdes në mënyrë që të blej kohë për Hamasin në mënyrë të heshtur, ndërkohë që i ka bler kohë Hamasit tek Netanyahu përkohësisht, i ka kërcënuar Hamasin dhe ka thënë që do ta shkatërrojmë Hamasin dhe do ta shkulim nga rrjet në qoftë se ma prish lojën. Po në fakt lojën nuk po ja prish vetëm Hamasi, mund t'ja prish edhe Hamasi bashkë me Netanyahun. Hamasi po luam, thot, unë dua kohën e tranzicionit derisa të rriqem avash gradualisht, sepse kam grupacione rivale në terren që duan të më vrasin dhe të më eliminojnë. Ndërkohë Izraeli thot janë tunelet e Hamasit atje nuk janë shem akoma, ndërkohë Hamasi ka marrë dhe ka ekzekutuar edhe jo vetëm armiqt e konsideruar tradhtar dhe bashkëpunëtor të Izraelit gjatë luftës në Gaza, por ka ekzekutuar edhe ata të cilët kanë shku janë dorëzu vetë vullnetarisht. Dhe kjo është katastrofike. Të shkosh të ekzekutosh brenda një dite apo brenda 2 ditësh njerëz të cilët ti i mendon dhe pretendon, kjo është katastrofike, sepse kjo shkatëron imazhin në të gjithë botën për vetë popullin palestinez, duke i paraqitur si kriminal që vrasin njëri tjetrin. Kriminalin dhe bashkëpunëtorin dhe tradhtarin vritet dhe ekzekutohet në të gjitha ligjet e botës. Edhe në Shqipëri, edhe në Amerikë, edhe në Rusi, edhe në Kinë, edhe në lindje, edhe në perëndim, kush tradhton vdes dhe ekzekutohet. Tradhtari i kombit është ekzekutohet. Tradhtari i dheut ekzekutohet. Por nuk mund të ekzekutosh dikë që është dorëzu vetë dhe dikë që nuk i ke bërë gjyqin. Si mund të bësh ti gjyq aty ke lagja, se vinë ca çuna të ri aty edhe ky ka qenë i shitur, tang, ka lashin kokë dhe këputi. Këtë kush po e frymëzon e din ata vetë atje. Por kjo është e tmerrshme, sepse po shndërron atë që u ndërtua deri tani, po e shndërron dhe kjo e rrit edhe presionin e vetë arabëve përpara Trumpit dhe përpara Izraelit që Hamasi të zhduket nga skena dhe të dalë nga loja. Nuk mundet ti të bësh gjyq për 2 orë, sepse janë mbledh çat çuna të ri atje dhe kanë kap dikë që vjen dhe dorëzohet vetë dhe thot unë dorëzohem, kam bërë gabim, kam marrë këtë. Çfarë ligji është ky? Ku ka Muhamet e Krisht e Daud e Mojsi që bën vendos kësoj ligjesh të ekzekutosh ti njerëzit mes gazës, mes fushës, mes të rrugës si në shekullin e hekurit dhe të bronzit. Këto janë tmerre të cilat po bëjnë tashmë botën të ndikohet dhe të thot çfarë lloj speciesh jetokan në këtë tokë. Netanyahu që i vret 800.000 veta dhe këta nga ana tjetër që vrasin njerëzit e vet brenda 24 orëve se qenë kanë ata tradhtar.
Pra është një lojë aq e pisët, aq e ndyrë dhe aq e komplikuar sa askush nuk e di më se kush punon për kë. E kuptuam. Tani, populli i shkret nuk di gjë. Popullit i bin bombat natë për natë si për kokës dhe vdesin për ditë nga 80 nga 100. Pjesa tjetër në bregun perëndimor kanë filluar me thënë aman na jepni jetë mirë se nuk kemi më nevojë as për gjë, nuk duam as shtet palestinez as gjë. Çka e justifikon Izraelit dhe një pjesë të madhe të Likudit dhe antarëve të tij, aleatëve të tij që shikose edhe populli në bregun perëndimor është i lodh dhe nuk kanë më nevojë as për rezistencë, as për Palestinë, as për shtet, as për gjë. Kanë shku ofertat për punësim deri në $1.000 dita në bregun perëndimor. Vetëm që të pranohet, që të pranojnë dhe të rrinë urtë edhe të thonë ne jemi shtetas të Izraelit dhe mbyllet kjo historia me 2 shtete. Loja është shumë e madhe. Vjen sonte mbrin sekretari Rubio dhe i gjithë presioni është mbi Netanyahu tani. Netanyahu ka 2 rrugë. Ose do t'i nënshtrohet versionit amerikan bashkë me në Hamasin, dhe Hamasi bashkë me Netanyahun duhet ta e kanë marrë mesazhin sepse do të vi goditja shkatërruese. Sepse po prishet kush loja e madhe. Kush është loja e madhe? Loja e madhe është ajo e cila po hedh në erë të gjithë planetin dhe rrezikon ta hedhë në erë gjithë planetin deri para fundit të vitit sipas ekspertëve, jo sipas Krishnikut Osman. Krishniku nuk e do luftën, unë jam njëri i paqët, e dua paqen, du që gjithë njerëzimi të këndoj, qesh, të vallëzoj, të gëzoj, të falen Zotit, kush në kish, kush në xhami, kush në sinagog, kush në teqe, kush në format e veta. Por kjo është idealja, kjo nuk ndodh. As ka për të ndodhur ndonjëherë, as ka qenë ndonjëherë, as ka për të qenë ndonjëherë. Sepse natyra njerëzore është t'ja shkulim i forti më të dobtit, t'ja çojmë kalamajve të mikë shtëpia. T'ja shkul i forti të varfrit dhe t'ja çoj njerëzve të vet, dhe kjo e gjen cover liria, demokracia, prallat me mbret, un jam superior, mu më ka zgjedh Zoti, këte ka zgjedh i Zot tjetër, ka i Zot tjetër që ka zgjedh ata tjerët, edhe historia është mani. Para dhe pushtet. Coverin e gjen si dun ata. Ky është populli i zgjedhur, këte ka zgjedh Mojsiu, këta i ka zgjedh ky tjetri, këto i ka zgjedh. Këto janë prallat me superioritet që prodhojnë shatërvanët e gjakut sot në planet. Njerëzit para të mëdhit Zot janë gjithë një lloj, secili e adhuron siç do vetë Zotin, sepse i ka lënë i madhi Zot të lirë, kush don me e besu e beson, kush nuk do me e besu, ja ka dhënë drejtën ai lart atje. Po të donte i madhi Zot, i detyronte njerëzit me qenë besimtar. Nuk i ka detyruar. I ka lënë të lirë, liria është. Tani këta dalin, thot unë jam populli i zgjedhur, thot do dominoj gjithë lindjen e mesme, sepse pjesa tjetër e botës janë gojim. Pra ne jemi kafsh që na ka kriju Zoti për të shërbyer këtyre. Kuptoni? Dalin dhe këta superiorët nga ana tjetër, thot ne na ka zgjedh Zoti për të shkatruar këta tjerët, edhe nuk ndalen shatrivan të gjakut. Puna është gjitha pushtet, perandori, seks dhe mani, para. Pjesa tjetër është cover. Zoti nuk do gjak. Zoti thot shëmbja tek feja e muslimane, por edhe tek fet e tjera. Janë të njëjtat parime, edhe tek krishterimi, edhe tek hebraizmi. Islami ka derdhja një pikë e gjakut njeriu të pafajshëm është më e rëndë për Zotin, thon muslimanët. Më e rëndë se shëmbja e Qabes. Një pikë gjaku. Imagjinoni shatërvanët dhe lumejt e gjakut që derdhen atje. Sigurisht, çdo popull që mbron trojet e veta, popullin e vet, atë dheun e vet, shtetin, kombin, tokën e vet dhe pronën e vet, e ka drejt legjitime me mbrojt me gjak. Dhe e ka të drejtën për me u organizu me luftë, me pushk, siç janë organizuar gjatë historisë. Gjithë popujt e botës. Tani,
Serbi thot për shqiptarët o terrorist, ky thot për Izraeli për Palestinën janë terrorist, Palestina për Izraelin janë terrorist, Kina për Amerikën janë terrorist, Amerika për Kinën janë terrorist, Rusët për Republikat ish sovjetike janë terrorist, ish Republikat sovjetike për Rusin është terrorist. Afrikanët për të bardhët thonë janë terrorist, indianët e kuq thonë për amerikanët janë terrorist, se na zhdukën nga trojet tona. Kjo histori nuk mbaro kur. Bota ka luajtur mëndësh sepse nuk e thot vërtetën, thonë rena me liri dhe me demokraci. S'ka liri dhe demokraci nëse në vjeti mu më shem shpinë e babës tim, se ti nxjerr syt vendit. E më thuj ti terrorist mu nga mëngjesi deri në darkë. Vjeti mund pushto Shqipnin, se ke shef ëndra me Vorjo e Pir. Vjetim pushto Trepçën e Veriun e Kosovës, se shef ëndra me Beograd, slavët që kanë ardhur nga malet e Rusisë këtu. Thot Ballkani është joni dhe do bëjmë botën serbe. Der gjaku dhe shkon gjaku Shatrivan. Thujti terrorist sa dush, gjithatën gjithë ditën. Mbaj atje në Hag ti, Hashim Thaqin me ata. Mbaj gjithë. Mere gjithë UÇK-n, mere gjithë shqiptarët çoj. E njëjta gjë është në Palestinë. E njëjta gjë në Izrael, e njëjta gjë me arabët, me kinezët, kështu është bota. Tani bota ka vendosur me lujt mëndsh, sepse gjithë duan me qenë të parë. Amerika është e vetëdijshme që nuk do të jetë më e vetme që do ta drejtojë botën e vet. Nuk ka më ra unilateralizëm. Do të pranoj Kinën dhe lojtarët e tjerë. Tani kur do të ndodh kjo? Lufta është duke shkuar në plasjen e madhe. A kuptuam se çfarë po ndodh në Gaza dhe në lidhjen e mesme? Kemi dy mundësi tashmë në Gaza që ta mbyll këtë çështjen e Gazës. Edhe të lojës atje, që është, siç ju thash, elektrokardiograma e gjithë planetit, është lindja mesme Izraeli-Palestina. Ta mbyllim atje. Dy janë skenarët. Ose do pranoj Tel Avivi dhe Netanyahu versionin e Trump, ose do të fluturoj Netanyahu me gjithë partinë e vet, me gjithë Likud, do të fluturoj kështu në qiellin e 7. Mbajini mend për Kreshnikut. Sepse nuk lejo njëri të prish lojën e madhe. Kush është loja e madhe? Është takimi i Budapestit që u hodh në erë. A kam 4 ditë që ju them e gjithë bota e mban frymën në Budapest. Dhe pasi të vi, ky takim do të kuptojmë nëse do të shkojmë në përshkallëzim apo jo. A ju kam thënë kështu? Më shkruani në komentet. Ju kam thënë kështu sepse e dija dhe e din të gjithë dhe e kam thënë të gjithë ekspertiza botërore, që pas samitit Budapestit do marrin vesh. A do t'i ngrehin armët dhe do shkojmë në përplasje kokë në kokë, apo s'do merren vesh. Ju a kam thënë gjithashtu, dhe e keni aty tek videot, kush do le t'i kthehet. Unë ju kam thënë dyshoj dhe kam hezitim të madh që takimi i Budapestit mes Trumpit dhe Putinit do të ketë një zgjidhje. Kush e mban mend, kush është ndjekës i imët, e kujton këtë. A u kam thënë dje dhe pardje, unë dua që të ketë marrëveshje në Budapest, por jam shumë skeptik nëse Putini nuk lëshon asgjë. Thotë do marr Donbasin, do marr këta. Do marr 4 rajone, tiki kjo, tiki ajo. Europa nuk lejon. Pjesa tjetër, krahu tjetër në Amerikë nuk lejon, demokratët. Bëj deal Trumpi me Putinin dhe të nxjerrë atë Europën me gisht në gojë. Do ndizet loja. Çfarë bëri Trump? E hodhi në erë takimin e Budapestit. Nuk ka më takim, thënë Budapest. Ishte ngref Orbani shkret, ishte bërë gati atje, do merrte gjithë dritat e planetit në Budapest. Ajo zëdhënësja e shtëpisë bardhë dha përgjigjen, ju e mbani mend. Ati gazetarit australian që i tha kush e ka ideu këtë takimin e Budapestit, ajo i tha mami jote ka ideu. Dhe doli që vërtet plaka ati e kishte ideu. Sepse po të kishte qenë idei shumë i madh, nuk kishte për të shëmbë samiti i Budapestit. Por kjo goca, kjo bjondja 28 vjeçare, zëdhënësja e
shtëpisë së bardhë që i tha ati mami jot tha e ka ideu, si duket pas ka ditë sa historirë atje. Plaka jot tha e ka ideu. Dhe pas ka qenë vërtet mami i gazetarit australian që e pyeti ajo që e ka ideu, për ndryshe nuk do kishte rënë Samiti. Pse ra Samiti i Budapestit? Samiti i Budapestit u hodh në erë nga Amerika me njoftim amerikan, sepse kjo tregon që në kulisa dhe në nëndhe është një prush i ndezur flak, mirë ne dhe mirë njerëzimi, po e kapi fitilin dhe po ndez. Dhe këtu bëhet fjalë për para fundit vitit. Dhe do të vi tani se kush thot dhe si thot dhe çfarë thot. Trump njofton hedhjen në erë të samitit Budapestit, Vladimir Putini nis sot manovrat nukleare bërthamore në tokë, në qiell dhe në det. Tokë, qiell, det të kryesuara nga Putini, që është fuqia më e madhe bërthamore në planet. Tani a do luajnë mendsh këto? Unë nuk e di a do luajnë mendsh apo jo. Por të gjitha palët duket që nuk duan me toleru. Dhe asnjëra nga palët nuk e di dhe nuk e ka të qartë se cili është niveli i bllofimit të palës tjetër. Kjo munges informacioni, edhe pse kanalet me shërbime sekrete ruse dhe atyre amerikane, edhe me shërbime sekrete amerikane dhe atyre kineze janë gjithmonë të hapura, duke mos e ditur asnjëra palë se cila është vërtetësia e bllofit të palës tjetër, kjo rrezikon në të çojë në një qamet të madh, në atë qamet i cili provon apo mund të vi me njëherë pas kolapsit të njoftuar, kolapsit ekonomik të njoftuar nga Robert Fukuyama, nga ky Roberti Rich Dad dhe Poor Dad. Çfarë thot Roberti? Thot, deri në fund të vitit, thot, uroj të mos ndodh, por sistemi botëror financiar dhe parat cash, këto letrat, këto do t'jenë letra higjienike, thot ky. Unë jam shumë skeptik ndaj kësaj deklarate, edhe pse ai është nga dhelprat e vjetra. Ky që është bestselleri më i madh në botë, ju e keni parasysh që nuk del dhe flet kot ai nga koka vet. Duhet ta kuptoni këtë dhe duhet jeni të qartë. Zoti Kiyosaki, që ka shkruar librin e famshëm, thot deri në fund të këtij viti, dhe çdo të fund të vitit, punjavësh, mund të shkojmë në kolaps financiar të madh. Unë si kreshnik, unë nuk besoj që mund të shkojmë deri në fund vitit. Sepse besoj që pas këtyre spekulimeve apo pas këtyre njoftimeve mund të jenë qëllime të mëdha të cilat lidhet me synime të nëndeshme jashtëzakonisht të mëdha ekonomike. Pse? Sepse zoti Kiyosaki kur thot do bëhet qameti para fundit vitit dhe lekët që keni në për banka dhe këto parat kesh që do kemi, thot do kthehen në letër higjienike, bën dhe një ftesë tjetër. Cila është ftesa tjetër? Ore, po si t'ja bëjmë ne tani? Ai thot drejtori në 2 bazave më të sigurta. Floriri 1, Argjendi deri diku dhe pronat e patundshme. Pra, shtëpit, pallatet, apartamentet, tokat e kështu me radhë. Problemi është se tregu i Floririt bashkë me Argjendin ka 2 muaj që është çmend. Askush nuk e kishte parashikuar të shkonte onca $4.000 në fund të maksimumi kishin mendu ekspertët e Amerikës, do ngrihet me $175 deri në fund vitit, nga fillimi i vitit deri në fund vitit. Shkoi $4.000 dhe mund shkoi $5.000 onca deri para fundit vitit. Dhe Kiyosaki thot 2 qendrat e gravitetit dhe oazët më të sigurta të pasurive tuaja janë Floriri,
Pra blini Flori. Kjo blerje e Floririt po të shmon tregun e Floririt, se gjithë bota po shkon ke Floriri. Nga frika se parat letra do t'i kthehen në letra higjienike. Nëse kolapson sistemi monetar, ky që është aktuali, mbrapa ke luftë botërore, ke luftë botërore, kështu të ndezur. Unë nuk besoj ke ky skenar deri tani, deri në këtë moment, sepse mendoj që këto deklarata të këtyre kokave të mëdha të ekonomisë dhe të planetit mund të kenë, mund, kjo nuk është fusha ime, ekonomia. Por unë e studioj, e lexoj me imtësi. Unë merrem me gjeopolitikë. Por edhe ekonomia është e lidhur me të. Dhe i ndjek me shumë kujdes të gjithë elektrokardiogramët që u thash. Personalisht jam i prirur të besoj që deklaratat e këtyre bankave të mëdha të botës, të BlackRock-ut, të Bank of America, Federal Reserve, Robert Kiyosaki e tjerë, apo Jimmy Dimon i JP Morganit e tjerë, unë mendoj që mundet hipotetikisht të jenë lojra, sepse deklaratat e tyre trondizin tregjet botërore, trondizin bursat amerikane, trondizin bursat botërore, trondizin dollarin, dhe Kina tashmë sfidon hapur Amerikën dhe thot nuk ka më minerale të ralla. A dini ç'do të thot? Nuk ka më minerale të ralla, do të thot të paralizosh të gjithë industrinë amerikane të luftës që po bëhet gazi, gati për gjeneratën e 5 edhe 6 të shkatëruesve amerikan F-35 apo F-47 që ka Trumpi në plan për ta nxjerrë bishën që do të shkatërroj botën apo që do të terrorizoj botën, F-47 gjenerata 5, gjenerata 6. Në nder të presidentit 47 amerikan. Kina shpall luftën Amerikës dhe i thot nuk ka minerale të ralla, kam unë monopolin. Kjo do të thot paralizë, hemoragji cerebrale tek zemra dhe truri i teknologjisë amerikane që janë fabrikat e luftës amerikane. Dhe lufta është ajo që përcakton luftën dhe kush do të dominoj planetin. Një F-35, mbajeni shënim këtë, kush është qefli i këtyre historive. F-35 gjenerata e 5 ka nevojë për gjysmë ton minerale të ralla. Kuptoni tani 500 kg minerale të ralla që gjenden me zor dhe që i ka monopol Kina, do të i shpall monopolin dhe ja ka shpall monopolin, gjysmë toni, 500 kg minerale të ralla do një F-35. Po gjithë industria amerikane e luftës, po teknologjia, po satelitët, po semikonduktorët, po kjo, po hapësira, po bombat, po F-35, po tanket, po nëndecet, po teknologjia imët. Ai thot, e kam unë, qelsin e planetit, thot Kina, e kontrolloj unë, ndaj Amerika duhet uli kokën. Amerika është tu plas, sepse nuk do të alshoj botën, dhe është duke bërë reprezalje tek Netanyahu dhe tek Hamasi lindjen e mesme, në mënyrë që të ngri lindjen e mesme dhe të bëhet gati për betejën e radhës. Dhe do të jetë thyrje kockash. Shpresoj t'ju kem informuar dhe shpresoj që t'ju ketë ndihmuar. Nuk jap rekomandime ekonomike përveç se për miqtë e mi të ngushtë. Por i bëj ftesë atyre që kanë para të bëjnë kujdes dhe të ndjekin çdo gjë dhe të marrin konsultat e duhura. Kujdes me kashin, para në kesh, paraja e thatë. E di që pjesa më e madhe që na ndiqni jeni fukarej, kështu si puna jonë. Jemi gjithë fukarej neve, nuk flasim për miliarda. Kush është i çik më shumë, kush është i çik më pak. Dhe jam shumë i lumtur që na ndjekin fukarejt. Por na ndjekin dhe ata tjerët, pavarësisht se nuk lën gjurmë. Kujdesni me parat kesh. Kujdesni me paran e thatë. Diversifikoni portofolet.
Mbështetuni tek oazet e sigurta, floriri, argjenti dhe pronat e patundshme. Sado që të ketë krizë dhe destabilitet, çmenduri, tregu i floririt dhe i pasurive të patundshme, mbetet më i sigurt sipas ekspertëve më të mëdhenj dhe më të famshëm botëror, jo sipas Krishnikos Osmanit. Mbeten më të sigurta se sa paraja poshtë jastikut, apo paraja e lën letër në bank, apo e lën në parat të thata. Keni kujdes, nuk i dihet si fryn stuhia, unë do t'jem me ju besnikrisht për t'ju treguar gjithçka për zemrat e forta, kush ka zemrat dopta ju a thash, çfarë duhet bëj, ose Filharmoninë e Vjenës, ose Tomi dhe Xherri. Pjesa tjetër do t'i hapim syt, sepse jemi në gjendje lufte. Lufta ka filluar në 24 shkurtin e 2022. Dhe mund të jemi përpara një pike vlimi të madh në këtë zhvillime që po ndodhen. Kaq kisha për sonte, ju falenderoj nga zemra për kohën dhe bujarinë me cilën më sajdisni me kohën tuaj të çmuar. Jeni të lutur t'ia çoni pjesës tjetër të shqiptarëve këto video, këto biseda, këto udhëzime, këto këshilla, këto analiza, në qoftë se ju mendoni se ato kanë vlerë. Ju falenderoj nga zemra, natë e mirë për sonte. Pjesa tjetër e informacioneve ju e dini, vijon në numrin e ardhshëm. Natë e mirë.